Able, gabimi së shihuri është atyre që të kanë vënë në qendër të vëmendjes dhe vret dhe nuk të ndalojnë. Por gabimi është atyre që zotrojnë në shtetet dhe nuk të ndalojnë. Alketa Muka nuk ka qenë asnjëherë supermene që të mendje madhe që të vras apo të zotroj. Alketa Muka është bashkëkohore, bashkëshoqërore, bashkëmarrëdhënie, komunikimi me secilin më shtres, të ulët lart apo të varfër fare, apo të mesme. Alketa Muka nuk e vlerëson veten duke i vrarë të tjerët. Alketa Muka vlerëson veten duke i dashur të tjerët. Si mund të arrijë Alketa të dominoj, të komandoj kur e urren fjalën komandim? Unë të quaj të smur, mendor që ti thua unë komandoj. Si mund të komandoj unë kur unë ty nuk të vlerësoj? Unë fjalën komandim e quaj të smundje, smundja jote që vret gjithë njerëzit se do të komandosh. Pra, quhesh tru i smur për logjikën time. Si mund të dua unë të komandoj? Atëherë Alketa Muka të ka folur, Voloti të ka folur. Nuk dua të jem në qendër të vëmendjes. Çfarë do thotë nuk dua të jem në qendër të vëmendjes? Do të thotë që unë nuk më pëlqen të jem në komunikim e para, e 10-a, e 15-a, e 20-a, por në momentin që ti më lufton dhe më vret, unë do mbroj veten. Unë nuk jam në komandim për të komanduar ty. Unë mundohem të mbroj veten. Kam dalë në pa sepse mundohem të mbroj veten. Kam dalë në pa sepse ndihmova gjithë njerëzin për të jetuar. Pra, s'quhet komandim, dashuri. Dashuri, unë jap dashuri. Nuk ndryshon Alketa Voloti as Muka. Ka dhënë dashuri dhe do japi dashuri. Ti shkatron dashurinë që e quan komandim. Jo, nuk është komandim. Ti japësh dashuri, jep dashuri. Kam qelluar që kam pasuri, po me sa duket nga që jap dashuri mërdjar, kam patur fatin që të kem pasuri. Atëherë, për mua s'ka rëndësi pasuria sa ke. Ka rëndësi komunikimi, marrëdhënia në shoqëri dhe në jetën familjare. Kur më prishet jeta familjare, unë të jap gjithçka. Vetëm do mblesh diçka. Por që të t'jap ty do të thotë shkatroj gjithë njerëzin. Nuk do t'japja kur ty, sepse ti thua unë dua të komandoj. Unë e urrej fjalën komandim. Atëherë, unë pranoj të shkoj në Amerikën Veriore të jetoj me jetën e familjen time dhe shtëpiat në përpyll. Shtëpiat janë kënaqësi, nuk janë biznes. Unë du të shkoj në pyll në një shtëpi, du të shkoj te tjetra. Është kënaqësia ime, është si që mblidhen pullat që ti e fiksuar për këtë gjë. Unë e fiksuar të kem shtëpia. Jam fiksuar që të ndroj shtëpia, të shplodhem. Unë shplodhem kur fle gjumë në këtë shtëpi. Unë shplodhem, nuk është biznes, është kënaqësi e natyrës mrekulli të Alketës që është përballë, domethënë ka pas shoqëri fuqit dhe është plotësuar. Po, ka qenë me fuqi dhe është plotësuar. Se nuk mund t'i plotësoj se nuk të ronte më shumë se 100 vite. Ka jetuar, ka plotësuar një dëshirë të saj mrekulli, të ndroj shtëpiat, nuk vret askënd. Përkundrazi, mbledh shoqëri dhe jeton, dashurohet. Me veten, me shokun dhe me shoqërinë jeton. Dashurohet me shokun, por mbledh shoqërinë për të gëzuar. Alketa është vetëm për mirë. Prandaj harroj ti zotrosh mendjen njerëzve, ti japësh frikë se Alketa do të komandoj. Unë e urrej fjalën komandim dhe kur mbledh grup shoqëror, unë ri nga fundi, nuk flas shumë, mund të flas shumë pak. Po, mund të shikosh në çdo shoqëri, Alketa flet shumë pak. Dhe kur nënvlerësohet një shoqe, unë e ndihmoj. Po, unë flas kur ndihmoj dikë. Nuk flas për shtroj dikë. Kur Alketa nuk flet për shtroj dikë. Mos harro këtë që thash tani.